Data 24 gusht. 1 Samuelit, kapitulli 16. Zoti tha Samuelit: deri kur do të mbash zi për Saulin, kurse unë e kam hedhur poshtë që të mos mbretëroj mbi Izrael? Mbushi me vaj bririn tënd dhe nisu. Po të dërgoj tek Isai, Betlehemiti, sepse kam zgjedhur një mbret midis bijve të tij. Samueli u përgjigj: si mund të shkoj? Sauli ka për ta mësuar dhe do të më vras. Zoti tha: do të marrësh me vete një mëshqerë dhe do të thuash: kam ardhur për t'i ofruar një flijim Zotit. Do të ftosh Isai në ceremoninë e flijimit, unë do të të tregoj atë që duhet të bësh dhe ti ke për të vajosur atë që do të të them unë. Kështu Samueli bëri atë që i kishte thënë Zoti dhe shkoi në Betlehem. Pleqtë e qytetit i dolën përpara duke u dridhur dhe i thanë: po na vjen në mënyrë paqësore? Ai u përgjigj: vi në mënyrë paqësore. Kam ardhur për t'i ofruar një flijim Zotit. Pastrohuni dhe ejeni me mua në flijim. Vuri të pastrohen edhe Isain dhe bijtë e tij dhe i ftoi në flijim. Kur ata arritën, ai ja vuri syrin e Eliabit dhe tha: me siguri i vajosur i Zotit është para ti. Por Zoti i tha Samuelit: mos ja shiko as pamjen as shtatgjatësinë, sepse unë e kam refuzuar, sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Atëherë Isai thirrni Aminadabin dhe e bëri të kalojë përpara Samuelit. Por Samueli tha: Zoti nuk e zgjodhi as këtë. Pastaj Isai bëri të kalojë Shamahu, por Samueli tha: Zoti nuk e zgjodhi as këtë. Kështu Isai bëri të kalojnë 7 nga bijtë e tij përpara Samuelit. Por Samueli i tha Isait: Zoti nuk zgjodhi asnjë prej tyre. Pastaj Samueli i tha Isait: a janë këto tërë bijtë tu? Ai u përgjigj: mungon më i riu që tani është duke kullotur delet. Samueli i tha Isait: dërgo ta sjellin sepse nuk do të shtrohemi në Tyrez para se ai të vijë këtu. Atëherë ai dërgoi njerëz ta marrin. Davidi ishte kuqalash me sy të bukur dhe pamje të hijshme, dhe Zoti tha: ngrihu, vajose se ai është. Atëherë Samueli mori bririn e vajit dhe e vajosi para vëllezërve të tij. Që nga ajo ditë fryma e Zotit zbriti te Davidi. Pastaj Samueli u ngrit dhe shkoi në Rama. Fryma e Zotit ishte larguar nga Sauli dhe një frymë e keqe nga ana e Zotit e terrorizonte. Shërbëtorët e Saulit i thanë: ja një frymë e keqe të shqetëson nga ana e Perëndisë. Zoti ynë të urdhëroi pra që shërbëtorët e tu që rrinë përpara teje të gjejnë një njeri që i bie mirë harpës. Kur pastaj fryma e keqe nga ana e Perëndisë do të zotërojë, ai do t'i bjerë harpës dhe ti do ta ndjesh veten mirë. Sauli u tha shërbëtorëve të tij: me gjeni një njeri që i bie mirë dhe ma sillni. Atëherë një nga shërbëtorët filloi të thotë: ja unë pash një nga bijtë e Isait, Betlehemitit, që i bie mirë dhe që është njeri i fortë dhe trim, i shkathët në luftim, gojtar i hishëm, dhe Zoti është me të. Sauli pra i dërgoi lajmëtar Isait për t'i thënë: më dërgo birin tënd Davidin që është me kopen. Atëherë Isai mori një gomar të ngarkuar me buk, një calik me verë, një kec dhe ja dërgoi Saulit me anë të Davidit birit të tij. Davidi arriti te Sauli dhe hyri në shërbim të tij. Saulit i hyri në zemër dhe e bëri shqytar të tij. Sauli dërgoi pastaj t'i thonë Isait: të lutem lëre Davidin në shërbimin tim, sepse ai gëzon hirin tim. Kur fryma e keqe nga ana e Perëndisë sundonte mbi Saulin, Davidi merrte harpën dhe i binte. Atëherë Sauli e ndjente veten të qetësuar dhe më mirë, dhe fryma e keqe largohej prej tij. Romakëve, kapitulli 14. Pranojeni atë që është i dobët në besim, pa i shortuar për mendimet. Njëri beson se mund të hajë gjithçka, tjetri duke qenë i dobët, ha barishte. Ai që ha, të mos e përbuzë atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar. Kush je ti që gjykon shërbëtorin e tjetrit? A qëndron ose rrëzohet, është punë e të Zotit. Por ai do të qëndrojë sepse Perëndia është i fuqishëm ta bëjë atë të qëndrojë. Njëri ja çmon një ditë më shumë se tjetrën, tjetri i çmon të gjitha ditët një lloj. Gjithë secili të jetë plotësisht i bindur në mendjen e vet. Ai që e çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e çmon. Kush ha, për Zotin ha, sepse i falet nderit Perëndisë, dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndisë. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij. Sepse edhe nëse jetojmë për Zotin, edhe nëse vdesim për Zotin. Pra edhe nëse jetojmë ose vdesim, të Zotit jemi. Sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Që të zotëroj
edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Por ti përse e gjykon vëllain tënd? Ose edhe ti përse e përbuz vëllain tënd? Sepse të gjithë do të paraqitemi para fronit të gjykatës së Krishtit. Sepse është shkruar: Rroj unë, thot Zoti, se çdo gjuhë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do ta përlëvdoj Perëndin. Kështu pra, secili nga ne do të jap llogari Perëndis për veten e vet. Prandaj të mos e gjykojmë më njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë. Mos I vini gur pengese ose skandal vëllajt. E di dhe jam I bindur në Zotin Jezus se asgjë nuk është e ndyrë në vetvete. Por për atë që çmon se diçka është e ndyrë, për atë është e ndyrë. Por nëse vëllai ju trishtohet për shkak të një ushqimi, ti nuk ecën më sipas dashurisë. Mos e bëj atë të humbas me ushqimin tënd, atë për të cilin Krishti vdiq. Le të mos shrahet pra e mira juaj, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësi dhe paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Sepse ai që I shërben Krishtit në këto, është I pëlqyer nga Perëndia dhe I miratuar nga njerëzit. Le të ndjekim pra ato që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Mos e prish veprën e Perëndis për ushqimin. Vërtet, të gjitha janë të pastra, por është keq për njeriu që ha me pengesë. Është mirë që njeriu të mos hajë mish, as të mos pi verë, as të mos bëj gjë që mund ta çojë vëllain tënd të pengohet, ose të skandalizohet ose të dobësohet. Ti a ke besim? Kije për veten tënde, përpara Perëndis. Luma ai që nuk dënon veten e tij në ato që miraton, por ai që dyshon kur ha është I dënuar, sepse nuk ha me besim, dhe gjithçka që nuk bëhet me besim është mëkat. Vajtimet, kapitulli I parë. Si qëndron valli I vetmuar, qyteti që ishte plot e përplot me popull. E madhja midis kombeve është bërë si një eve, princesha midis provincave I është nënshtruar haraqit. Ajo shan me hidhërim natën, lotët vjezojnë faqet e saj. Midis gjithë atyre që e donin nuk ka njeri që ta ngushëlloj. Tërë miqtë e saj e kanë tradhtuar, janë bërë armiqtë e saj. Juda ka shkuar në robëri, mbi të rëndojnë pikëllimi dhe një skllavëri e rëndë. Ai banon midis kombeve, nuk gjen prehje. Tërë përndjekësit e tij e kanë arritur midis fatkeqësive. Rrugët e Sionit mbajnë zi sepse askush nuk vjen më në festat solemne. Tërë portat e tij janë të shkreta, priftërinjtë e tij psherëtin, virgjëreshat e tij hidhërohen dhe ai është në trishtim. Kundërshtarët e tij janë bërë sundimtar, armiqtë e tij begatohen sepse Zoti e ka mjeruar për shkak të morisë së shkeljeve të tij. Fëmijët e tij kanë shkuar në robëri përpara armikut. Vajza e Sionit ka humbur tërë madhështinë e saj. Krerët e tij janë bërë si drerë që nuk gjejnë kullot, ecin pa forca përpara atyre që I ndjekin. Në ditët e trishtimit të tij dhe të endjes, Jeruzalemi kujton tërë të mirat e çmuara që zotëronte qysh nga ditët e lashta. Kur populli I tij binte në dorë të armikut dhe askush nuk I vinte në ndihmë, kundërshtarët e tij e shikonin dhe qeshnin me shkatërimin e tij. Jeruzalemi ka mëkatuar rënd, prandaj është bërë një gjë e fllihur. Tërë ata që e nderonin e përçmojnë sepse e kanë parë lakuriq, po, ai psheretin dhe kthehet prapa. Fëllësia e tij ishte në cepat e rrobave të tij, nuk mendonte për fundin e tij, prandaj ra në mënyrë të habitshme, pa pasur njeri që ta ngushëlloj. Shiko Zot dëshpërimin tim, sepse armiku po ngrihet. Kundërshtari ka shtrirë dorën mbi të gjitha thesaret e tua, sepse pa kombe të hynë në shedërorën tënde. Pikërisht ata që ti u kishe urdhëruar të mos hynin në kuvendin tënd. Tërë populli I tij psheretin duke kërkuar bukë, I japin gjërat e tyre më të çmuara për ushqim, me qëllim që të rifitojnë jetën. Shiko Zot dhe qyr se jam bërë I neveritshëm. Asgjë e tillë mos ju ndodhë ju që kaloni afër. Sot ditni dhe shikoni, nëse ka një dhimbje të ngjashme me dhëmbjen time, ajo që më brengos dhe që Zoti më ka dhënë ditën e zemërimit të tij të zjarrt. Nga lart ka dërguar një zjarr në kockat e mia, I ka plon ato, ka shtrirë një rrjet në këmbët e mia, më ka kthyer prapa, më ka shkretuar në kapitjen e ditëve të mia. Nga dora e tij është lidhur zgjedhja e shkeljeve të mia, që lidhen bashkë dhe rëndojnë mbi qafën time, më ka paksuar forcën time. Zoti më ka lënë në duart e atyre të cilëve nuk mund të bëj ballë. Zoti ka rrëzuar në mesin tim të trimat e mi, e ka thirrur kundër meje një kuvend për të shtypur të rinjtë e mi. Zoti ka shtypur si një butin bien e virgjër të Judës. Prandaj unë qaj, sytë e mi
Vetë sytë e mi shkrihen ndërlot sepse ngushëlluesi që do të mund të më jepte përsëri jetën është larg meje. Bitë e mi janë të dëshpëruar sepse armiku doli fitimtar. Sioni zgjat duart e tij, por nuk ka njeri që ta ngushëlloj. Për sa i përket Jakobit, Zoti ka urdhëruar që ata që janë rreth tij të bëhen armiq të tij. Jeruzalemi është bërë në mes tyre si një gjë e papastër. Zoti është i drejtë, sepse jam rebeluar kundër fjalës së tij. Dëgjoni pra o popull mbar dhe shikoni dhëmbjen time. Virgjëreshat e mia dhe të rinjtë e mi kanë shkuar në robëri. Thirra dashnorët e mi për ata më kanë mashtruar. Priftrinjtë e mi dhe pleqtë e mi nxorën frymën e fundit në qytet, ndërsa kërkonin ushqim për të shpëtuar jetën e tyre. Shiko, Zot, unë jam në ankth. Zorët e mia dridhen, zemra ime është e tronditur brenda meje, sepse kam qenë rebele e madhe. Jashtë shpata më la pa bi, në shtëpi është si të jetë vdekje. Më dëgjojnë që pëshëreti, askush nuk më ngushëllon. Tërë armiqtë e mi e kanë mësuar fatkeqësinë time dhe janë të kënaqur që ti ke bërë këtë gjë. Ti do të sjellësh ditën që ke lajmëruar dhe atëherë do të jenë si unë. Le të vijë para teje tërë ligësia e tyre dhe trajtoj ashtu si më ke trajtuar mua për shkak të gjitha shkeljeve të mia, sepse të shumta janë mshëretimat e mia dhe zemra ime lëngon. Psalmi 32. Luma ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanë mbuluar mëkatin. Luma i njeri të cilin Zoti nuk e pa ditë, për paullësi dhe në frymën e të cilit nuk ka vend mashtrimi. Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë ditën, sepse ditë e natë dora jote rëndonte mbi mua. Fuqia ime i përngjante thatësisë së verës. Para teje pranova mëkatin tim. Nuk e fsheha paullësinë time. Thash, do t'ja rrëfej shkeljet e mia Zotit, dhe ti e ke falur paullësinë e mëkatit tim. Prandaj, çdo njeri i përshpirtshëm do të thërras në kohën që mund të gjendesh. Edhe sikur ujërat e mëdha të vërshojnë, ato nuk do të arrijnë deri tek ai. Ti je vendi im i strehimit. Ti do të më ruash nga fatkeqësia. Ti do të më rrethosh me këngë çlirimi. Unë do të ta edukoj dhe do të të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mend, goja të cilëve duhet të mbahet me fre dhe me kapistër, përndryshe nuk të afrohen. Të shumta janë dhëmbjet e të pabesit, por ai që ka besim te Zoti do të rrethohet nga mirësia e tij. Gëzohuni te Zoti dhe ngazëlloni, o njerëz të drejtë. Lëshoni brit nga gëzimi, ju të gjithë, o njerëz me zemër të drejtë.